Për sot do bëjmë petanik. Petaniku është një gatim karakteristik i zonës të Pogradecit të Korçës. Petanikun e kemi zëmbruar njësoj si për byrek, por nuk do ta tollim me një sheste, do ta tollim me miell, dhe kjo e do petën një çik më të plot, pasi peta e petanikut do piqet në pllakën e sobës. Ata që nuk kanë sobë druri, mund ta pjekin në sobat e korrentit, në një tepsi, duke hapur sa forma e tepsisë, duke vënë petën sipër dhe duke futur në sobën e korrentit. Ne sot do ta bëjmë petanikun të pjekur lart në pllaka e sobës. E marrim brumin, e kemi ngjeshur mirë, e kemi lënë të pushojë në gjysmë ore. Tani e hapim për së gjati, i hapur brumin, tani e presim në pjesë për të bërë petët e petanikut. Në këtë mënyrë e presim të gjithë brumin. Tani marrim dhe i bëjmë topat rumbullak, i bëjmë me miell dhe i vendosim në tepsi. Në këtë mënyrë vazhdojmë me të gjitha topat, duke i bërë rumbullak dhe duke i lyer me miell dhe duke i vënë në tepsi. Në këtë formë dhe në këtë masë i bëjmë të gjitha një nga një. Mbyllë. I kemi bërë të gjitha kulaçkat, i kemi lyer me miell, tani fillojmë i hapim petet një nga një. I hedhim nga pak miell dhe i japim formën rumbullake, siç i japim gjithmonë petëve. E hapim petët duke dhënë formë rumbullake. Vazhdojmë e hapim petët. Ja, në këtë formë, edhe në këtë masi, i bëjmë të gjitha petët. Tani që e mbaruam petën, shkojmë edhe e hapim ke soba për ta pjekur. E hapim mbi sobë dhe lëm të piqet nga të dy anët. E kthejmë nga ana tjetër. Dhe tani e heqim e vëmë piceta që kemi shtruar ke tavolina. Në këtë mënyrë vazhdojmë i bëjmë të gjitha petët dhe i japim një nga një. Tani heqim dhe e vëmë mbi petët e tjera. Kështu vazhdojmë me të gjitha petët derisa të kemi përfunduar, mbasandaj fillojmë rreshtojmë petanikun duke i hedhur përbërësit e tjerë. Petanikun sot do ta bëjmë me pulë. Pula ka zjerë, e kemi lënë të ftohet, tani e marrim dhe coptojmë pjesë për ta shtruar ke petanikun. Kemi marrë tepsin, e kemi lyer me yll nga poshtë, tani marrim dhe shtrojmë petët një nga një. I spërkasim me yndyrë. Hedhim lëng nga lëngu i pulës që zjema përpara. Marrim shtrojmë edhe petën e dytë. Vazhdojmë me të njëjtën mënyrë, duke e spërkatur me vaj anë mban të gjithë petën.
Në çdo 2 peta do hedhim pulën të cilën e zim dhe e coptuam hedhim edhe pak pulë edhe shtrojmë petat e tjera. Tani në këtë mënyrë do vazhdojmë me të gjithë petat duke i shtruar nga 2 dhe duke hedhur pulën derisa deri në përfundim. E kemi përfunduar së shtruarit të gjithë petanikun me pulë. Në çdo 2 peta kemi hedhur një shtresë pulë të tërmuar. Tani hedhim përsipër edhe 2 petat e fundit. Të cilat i spërkatim me vaj. Ju hedhim edhe nga pak lem. Hedhim edhe petën tjetër përsipër. Mundohemi të mbulojmë komplet petanikun me petën sipër. I hedhim përsëri yndyrë përsipër. Hedhim edhe langun që na ka mbetur. Tani e marrim petanikun, e fusim në furrë, e pikim temperaturën 325 gradë për rreth 45 minuta. Tani petaniku me pulë ka përfunduar pjekjen, e presim në pjesë katrore dhe e servirim. Petaniku me pulë e kemi prerë në pjesë, e kemi serviru në pjatë. Kjo ishte menuja jon për sot. Ju bëf të mirë.